Kapitulli 14. Dashuria. Shenja e vërtetë e një të krishteri nuk është dituria, as gojtaria, as fuqia apo begatia, as pozita e lartë a nderimi midis të krishterëve të tjerë. Shenja e vërtetë e një të krishteri është që ai do me zjarr e me gjithë zemër vëllezërit dhe motrat e tij. Te 1 e Gjonit 3:23 gjejmë këto fjalë. Tani ky është urdhërimi i Perëndis, që të besojmë në emrin e birit të tij, Jezu Krishtit, dhe ta duam njëri tjetrin, siç na urdhëroi ai. Në këtë kapitull të shkurtër, gjejmë një përkufizim të vërtetë të dashurisë, diçka të cilën nuk mund ta gjejmë askund tjetër në të gjithë literaturën e botës. Kushdo që ka këtë lloj dashurie, është një krishter i vërtetë. Nga Ungjilli sipas Gjonit. Disa fjalë nga Jezusi. Siç më ka dashur mua Ati, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Nëse i përmbushni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, ashtu siç i kam përmbushur unë urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Ju kam thënë këto gjëra që ta keni gëzimin tim së brendshmi dhe që gëzimi juaj të bëhet i plot. Urdhërimi im është ky: ta doni njëri tjetrin ashtu siç ju kam dashur unë. Nuk ka asnjëri dashuri më të madhe se kjo, që ta japësh jetën për miqt. Jeni miqtë e mi nëse bëni ato që ju urdhëroj. Nga letrat e dishepujve të Jezusit. Dashuria. Edhe po t'i flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, pa pasur dashuri, do t'isha si një gong që jehon, a cimbal që tingëllon. Sikur ta kisha dhuntin e profecisë dhe t'i kuptoja tërë misteret e të gjitha dituritë, dhe të kisha plotësi besimi ajsa të mund të lëvizja malet, por të mos kisha dashuri, nuk do t'isha kurrë. Edhe në qoftë se do t'i dhuroja tërë pasuritë e mia si lëmosh, edhe nëse do t'i jepja trupin që të digjej, pa pasur dashuri nuk do të më vlente as pak. Dashuria është e durueshme dhe e mirë. Dashuria nuk ka lakmi, nuk mburret, nuk i jep rëndësi vetes, nuk sillet pa respekt, nuk është egoiste, nuk e irritohet, nuk mban llogari për të keqen që ka pësuar, nuk gjen gëzim të padrejtësia, por nga zëllem me të vërtetën. Çdo gjë e përballon, çdo gjë e i beson, çdo gjë e shpreson, të gjitha i duron. Dashuria asnjëherë nuk dështon. Por sa i përket profecive, ato do të marrin fund. Sa për gjuhët, ato do të ndalen. Sa për njohurit, ato do të zhduken. Në të vërtetë, ne kemi njohuri të pjesshme dhe pjesërisht profetizojmë. Por kur të vijë përkryerja, e pjesshmja do të përfundojë. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, hoqa dorë nga çka është fëminore. Në fakt, tani ne shikojmë në mënyrë të paqartë, si me anë të një pasqyre, ndërsa më pas do të shohim ballazi. Tani njoh pjesërisht, ndërsa më pas do të njoh plotësisht, siç jam njohur për Perëndis. Për tani, këto të trija mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Por ndër këto, më e madhja është dashuria. Të dashur miq, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria vjen prej Perëndisë dhe kushdo që ka dashuri, ka lindur nga Perëndia dhe njeh Perëndin. Kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Kështu u shfaq midis nesh dashuria e Perëndisë. Ai e dërgoi në botë birin e tij të vetëm lindur, me qëllim që me anë të tij ne të jetojmë. Dashuria bazohet në këtë të vërtetë. Jo se e deshëm ne Perëndin, por ai na deshi dhe dërgoi birin e tij për të qenë flijim pajtues për mëkatet tona. Të dashur miq, nëse Perëndia na ka dashur kaq shumë,
edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush nuk e ka parë Perëndin. Po ta duam njëri tjetrin. Perëndia qëndron te ne dhe dashuria e tij bëhet e përkryer brenda nesh. Ne e dim se qëndrojmë tek ai dhe ai tek ne nga ky fakt. Perëndia na ka dhënë prej frymës së tij. Gjithashtu ne kemi parë dhe dëshmojmë se Ati e ka dërguar Birin si shpëtimtarin e botës. Për cili do që rrëfen se Jezusi është Biri i Perëndisë, Perëndia qëndron tek ai dhe ai te Perëndia. Dhe ne e kemi njohur dashurinë që Perëndia ka për ne dhe e kemi besuar asaj dashurie. Perëndia është dashuri dhe ai që qëndron në dashuri qëndron te Perëndia dhe Perëndia qëndron tek ai. Kështu bëhet e përkryer dashuria brenda nesh në mënyrë që të kemi kuraj në ditën e gjykimit. Sepse ne jemi në këtë botë ashtu siç është ai. Në dashuri nuk ka frikë. Përkundrazi, dashuria e përkryer e përzë frikën, sepse frika ka të bëjë me dënimin. Ai që ka frikë nuk e ka arritur përkryerjen në dashuri. Ne kemi dashuri nga që ai na deshi së pari. Nëse dikush thot unë e dua Perëndin, por e urren vllain e vet, ai është gënjeshtar. Sepse ai që nuk e do të vllain, të cilin e ka parë, nuk mund ta dojë Perëndin që nuk e ka parë. Dhe ne kemi këtë urdhërim prej tij. Kush e do Perëndin, duhet ta dojë edhe vllain e vet. Bijtë mi, po ju shkruaj këto që të mos mëkatoni. Por edhe sikur ndokush të mëkatojë, ne kemi një ndërmjetësues tek Ati, Jezu Krishtin, të drejtin. Ai vetë është flijimi pajtues për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për mëkatet e tërë botës. Ja se si jemi të sigurt që e kemi njohur atë, në rast se i përmbushim urdhërimet e tij. Ai që thot e kam njohur atë, por nuk i përmbush urdhërimet e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk ka vend tek ai. Por te kushdo që e zbaton fjalën e tij, dashuria e Perëndisë është vërtet e përkryer. Nga kjo e dim që jemi në Perëndim. Kush thot se qëndron në të, duhet të ecë ashtu siç ka ecur ai. Mos e doni botën e as ato çka i përkasin botës. Nëse dikush e do botën, tek ai nuk është dashuria për Atin, sepse çdo gjë që i përket botës, epshi i mishit, dëshirimi i syve dhe mburrja për mënyrën e jetesës, nuk vjen prej Atit, por prej botës. Dhe bota me lakminë e saj po zhduket. Por ai që bën vullnetin e Perëndisë qëndron përgjithmonë. Kushdo që beson se Jezusi është Mesia, ka lindur nga Perëndia, dhe kushdo që do prindin, e do edhe atë që lind prej tij. Nga kjo e dim se i duam fëmijët e Perëndisë, kur e duam Perëndin dhe i u bindemi urdhërimeve të tij. Në fakt, kjo është dashuria për Perëndin, të përmbushim urdhërimet e tij. Urdhërimet e tij nuk janë të rënda, sepse gjithkush që ka lindur nga Perëndia e mposh botën. Kjo është fitoria që e ka mundur botën, besimi ynë. Dhe kush tjetër fiton mbi botën përveç atij që beson se Jezusi është Biri i Perëndisë? Kështu, mbreti të amshuar, të pavdekshëm, të padukshëm, të vetmit Perëndi, i qoftë nder dhe lavdi për jetë e përgjithmonë. Amen.